أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفري قبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Shikues të nderuar, selam aleikum. Sonte jemi në emisionin e radhës Merr Frim, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit. Ndërsa sonte kemi një mysafir pak më special, i cili ka ardhur nga Lugina e Preshevës. Ai është hoxha i nderuar Ulvi Feyzullah. Mirë se erdha, hoxha i nderuar. Mirë se ju gjetëm. Si po kaloni me Ramazan? Elhamdulillah mirë, lusë Allahun Azze ve Gjell të zbret bekimet e ti, rahmetet e ti në këtë muj për neve, për juve dhe për gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin, elhamdulillah. Hoxha, me juve sot e kena përgatit një temë për udhje kuranore. Andaj, si për fillim një hyrje, po pastaj vazhdojmë edhe me disa pyetje që i kom përgatit. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pra me emrin e Allahut, falenderojmë Allahun, salavatet dhe selame pejgamberit të Allahut. Juve dhe gjithë besimtarët dhe besimtaret që në përmjet juve do t'i dëgjojnë disa fjalë udhëzime apo të quajtur për udhje kuranore, lusë Allahun Azze ve Gjell fillimisht mu të mjep sinqeritet, atyne dëgjim të këndshëm e shikim të këndshëm dhe të përfitojmë së bashku nga fjalët e Allahut Azze ve Gjell. Fillimisht, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, selami, paqja dhe shpëtimi qoftë mbi të gjithë juve. Nuk është njeriu falenderus ndaj Allahut, po që se nuk falenderon edhe njerëzit. Falenderojmë gjithë ata që janë bo sebeb që në përmjet kësaj shtëpie informative me e përcjell fjalën e Allahut. E Allahu na boft të dobishëm kudo që jemi. Amin. Po të ndërum, se bismillahi, koncepti, meditimi i fjallës, bismillah. Bismillahi është domethëns, pra me emrin e Allahut Azze ve Gjell. Zaten edhe kur i dërguar i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u emërua për pejgamber, historia e njohur, i zbriti Gjibrili dhe i tha, Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo Muhammed në emrin e Zotit ton që ty të ka kriju. Kjo shpallje, jemi në muaj në Ramazan, muaj i cili ka zbrit Kurani, muaj i cili Kurani ka do që ka kalu, gjërat i ka madhështu. Sunullah, Gjibrilin a.s. Kurani si a zbriti Rasulullahit. Kush e bërit njohër Muhammedin a.s. Kurani. Natën e kadrit kush e bonit të madhështumet njohër, Kurani. Ramazanin, Kurani. Fjalët e para të lexo, ku emërua pejgamberi a.s. ishin Iqra, po ky lexim, ky studim, ky meditim, si duhet bëhet? Duhet bëhet me emrin e Allahut krijuesit ton. Tani, Me bismillah do. me bismillah. Bismillah është domethëns. Bismillahin besimtari, unë dhe ti dhe të tjerët, duhet ta kuptojmë sinqerisht, rrënjësisht dhe thelbësisht, se të flitet për bismillahin është një temë shumë e gjanë, ku me orë të tëra, apo me ditë, apo me muaj nuk mund t'je dalim hakit. Po për shkak minutazhës dhe kohës dhe pyetjes që jemi në standarde, atëherë ne po i kemi veçu disa mësime dhe të shkurtra. Pra, muslimani pse tha pyetjen e bone pse bismillahi, pse me bismillah. Muslimani me bismillah e begaton fjalimin e ti, e fillova me bismillah.
fjalimi jon, këshilla jon, prezenca juaj, çdo begatohet vetëm se me bismillah, pra vetëm se me emrin e Allahut tjetra. Me emrin e Allahut me bismillah mendojmë, me bismillah shprehemi, me bismillah shkruajmë, me bismillah punojmë, pastaj me bismillah jemi në këtë studio. Me bismillah me shumë dashamirësin këtë muajt bekuar po komunikojmë, e bismillah e formëson këshillën, bismillah e bon që fjala me rjedh shumë qartë nga gojat tona. Me bismillah zemra pushon. Djetarë thonë me bismillah qetësohet dhe rahatohet shpirti. Me bismillah e bekon jetën, me bismillah e bekon vdekjen, me bismillah me emrin e Allahut Azza ve Jell ringjallja jon do t'jetë në ditën e gjykimit me lehtësi e inshallah me emrin e Allahut edhe llogaria jon do t'jetë ashtu siç është mas mirti për çdo besimtar dhe besimtare. Në përmbyllje të përgjigjes së pyetjes tuaj, pra themi me bismillah është jeta jon, vdekja jon dhe prezentimi jon i denj para Allahut Azza ve Jell. Allahu na boft xhamat të bismillahit. Amin, ja Rab, amin. Hoxhë nderuar, se themi elhamdulillah, çfarë kuptimi ka? Fjala elhamdulillah. Po pas bismillahit, duhet ta falenderojmë Allahun Azza ve Jell që na ka, fillimisht, që na ka mundsu themi bismillah. Që na ka mundsu Allahu Azza ve Jell ta kuptojmë bismillahin. Elhamdulillah është regjistru fjala e parë në surën e parë të Kuranit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdia, hamdi i takon Allahut, Zotit botnave. Ne vetëm që Allahu na ka mësue elhamdulillah, ndumi me thonë elhamdulillah. Vetëm se themi elhamdulillah, duhet me falendëruar Allahun, apo edhe një elhamdulillah. Kush na mësoi elhamdulillahin? Allahu. Kush na mësoi falenderimin? Allahu Azza ve Jell. Po mos ta kish bua jetin, fillim, surës Fatiha, elhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdi, lavdia, i takon Allahut Azza ve Jell, Zotit botnave, ne nuk do të kishim ditë se si ta falenderonim Allahun. Andaj ne e falenderojmë Allahun Azza ve Jell, që Allahu Azza ve Jell na mundsoi ne të jemi falenderus ndaj tij. E falenderimi përfshin, sunullah, 3 segmente, 3 fusha. Falenderimi me zemër, që do të thotë Allahun Azza ve Jell ta besojmë dhe ta ngulit mi thellë në zemrën ton një shmërin fjallën la ilahe illallah. Kur te ne ekziston në brendësin ton dëshmia la ilahe illallah, ne kemi falenderu Allahun Azza ve Jell. Falenderimi i dytë është me gjuhë. Pra, atë që e kemi në brendësi në zemrën ton, duhet ta shprehim. Dhe falenderimi i tretë është kur ne e falenderojmë Allahun Azza ve Jell me gjymtyrt dhe pjesë tona të trupit. Kështu besimtari e ka kuptu falenderimin, mirënjohjen ndaj Allahut. Nëse më lejon kisha me veçu edhe hajde po shkojmë te njeriu i parë, baba i njerëzimit, Ademin a.s. A e din, sigurisht e din të sunullah se kur të shtiti, qka tha Ademi a.s. Tha elhamdulillah. Hamdi, lavdia, falenderimi ty të takon Allah. E mirë. Hajde kalojmë të pejgamberi i radhës, për shembull, Nuhi a.s. Qindra vite thirrje, davet. Pak njerëz i besun. Kështu ishte caktimi dhe urtësia e Allahut Azza ve Jell, ndodhi vërshimi. Besimtarët ngallnyen.
pas ti ngallnimi, edhe kjo ndodhi me bismillah, me emrin e Allahut Azza wa Jall, pasi me emrin e Allahut lundroi anija Nuhit alayhis salam. Ajo anija e ndërtuar siç Allah e përshkruan në Kur'an, me do drasa, me do baskia, me shumë thjesht, por ishte, siç thot Allahu në Kur'an, bi a'yunina, shikimin ton, mbi këshyrjen ton. E kur dul në selamet shpëtim Nuhi alayhis salam me besimtarët, e falenderoj Allahun Azza wa Jall. Ademi alayhis salam e falenderoj Allahun. Nuhi alayhis salam e falenderoj Allahun. Kalojnë te pejgamberi tjetër. Ibrahimi alayhis salam. I shtym mosh. Në mosh shtyme në pleshtri, Allahu Azza wa Jall I dhuroi evlat. Çka tha? Tha alhamdulillah. Kalojmë te, për shembull, te pejgamberi I radhës Davudi alayhis salam, Sulejmani alayhis salam. Allahu këto dy pejgamber I begatoi me të mira, në veçanti Sulejmani alayhis salam, ju lut Allahut Azza wa Jall për diçka që nuk ta merr mendje, Allahu I dhuroi I dha. E për këto mirësi të cilat I gëzonte Sulejmani alayhis salam e Davudi alayhis salam ishin mirënjohës ndaj Allahut me fjalën elhamdulillah. Kjo për udhje kuranore udhëzim, çka na jep neve me kuptu? Bismillah atje. Elhamdulillah. Sendët gjanat tona, jetën ton ta organizojmë me emrin e Allahut. E më pas, për udhje udhëzimi I radhës ku jemi tani në përfundim të përgjigjes së dytë për elhamdulillahin, pra edhe duhet ne të jemi mirënjohës falenderus ndaj Allahut Azza wa Jall për çdo mirësi. Me leje ta kisha përmbyll edhe me një fjalë të Ibnil Qayyimit rahimahullah, ku thot: sikur të nderuar shikues, dëgjoni me vëmendje këtë fjalë këtij dietarit madh. Ai thot kështu: sikur Allahu të ta jep ty gjithë dynjan dhe çka ka në te. Pas gjithë kësaj, ti I thu Zotit tënd elhamdulillah, lavdia, hamdi ty takon o Allah. Që kjo fjalë elhamdulillah është më e madhe se gjithë Bota dhe bota. Pse? Sepse dynjaja dhe çka kanë to kalimtare dhe shkojnë dhe përfundojnë, ndërsa elhamdulillah yt sunullah regjistrohet në regjistrin dosjen tonde dhe në ditën e gjykimit me emrin e Allahut, me falenderimet ndaj Allahut Azza wa Jall, do ta gjesh fjalën elhamdulillah. Këtu është ajo përjetësia e fjalës elham. I lumi ai, I cili është falenderus mirënjohës ndaj Allahut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fjallë madhështore nga Ibn Qayyimi, subhanallah. Po që vazhdojmë me pyetjen e radhës, një reflektim mbi ajetin cilën gjithë na e dim, surën Ikhlas, Kul huwallahu ehad. Kul huwallahu ehad sunullah është një sure madhështore, 1/3 e Kur'anit, nga hadithet e Resulullahit mësojmë, por në surën Ikhlas më lejo që ta veçoj veç ajetin e dytë të kësaj sureje, Allahu Samad. Allahu Samad. Ju, edhe unë, po edhe një dërmues I madh, një pjesë e madhe e shikuesve, pjesa dërmuese, e din surën Ikhlas, pra Kul huwallahin. Ta dish Kul huwallahin e të jesh neglizhent, mos ta dish kuptimin e saj, më lejo të shprehna, është pak marrë. Ta dim kuptimin, do me thonjën. Kul huwallahu ahad, thua jo Muhammed. Allahu ahad, Allahu është një I vetmi, nuk do të ndalemi këto. Por Allahu Samad, ti vëlla besimtar, motër muslimane, I ri e I vjetër, I ngritur e më pak I ngritur, e din vërtet
pash Allahun, doje dorën zemër. A din kuptimin e domethënien e fjalës Allahu Samed? Do me thonë, Allahu është absoluti. Çka do me thonë? Allahu krijuesi jon, furnizuesi jon, jetëdhënësi jon, ai i cili edhe na merr, na vdes. Allahu me një ajet Kur'anit thot alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Allahu është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën, që juve t'ju sprovoj, t'ju testoj. Ejukum ahsenu amela, kush prej juve do t'jetë më vepërmiri? A mendon njeriu që është kriju kot, pa qëllim? Ky njeriu është kriju që Allahun me e besu. Ky njeri është kriju që ai të jetë në të dijet plot se ai është i nevojshëm për Allahun. Pse se Allah është absoluti. Që do me thonë, të gjitha krijesat, çdo gjë që Allahu ka kriju, ka nevojë për Allahun. Sa është mallshtore, domethënëse dhe kuptim plotë Allahu Samed, Allahu e zbriti Kur'anin, Kur'an po e dim sunullah që janë 112 sure. 110 është surja Ikhlas. Kurse fjalën Es-Samed, Allahu Samed, për surëve më të shkurta. A ki vështirë ta gjesh këtë fjalë? Jo, se ki vështirë, se veç njëherë përmendet. Nga Fatiha, Bekara, Ali Imran, Nisaja, e të poshtë, deri te Kulu Wallahu Ahad, dhe pas Kulu Wallahu vjen Kulu Udhu Birabbil Falaq, dhe Kulu Udhu Birabbin Nas, Allahu Samed vetëm se njëherë është përmend. Pra Allahu është absoluti. Të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun. Unë dhe ti kur e lexojmë, duhet të meditojmë se unë kur e lexoj Kulu Wallahin e kur vite fjala ajeti dytë, Allahu Samed, Allahu është absoluti. Allahut i përgjërohet çdo gjë, këtu shtohet imani. Ngritet niveli besimit, për kushtimit dhe mbështetjes në Allahun Azza wa Jall. Allahu na mundsof që ne të meditojmë në fjalët e tij e të marrim mësime edhe nga një fjalë apo nga një ajet apo edhe nga një sure. Shkurtimisht për këtë pjesë me kaq po e përmbylli. Allah, subhanallah. Hoxhë, çdo të thosh ti jesh i pasur dhe çdo të thotë ti jesh i varfër. Të jesh i pasur në peshojën e Islamit, në kandarin e Islamit, kështu duhet me kuptu sunullah. Allahu thot në Kur'an, Wallahu l-ghaniyyu wa antumul fuqara. Allahu është i pasur. Antumul fuqara. Ju jeni nevojtar. Po sot der ta përkthejmë, e kemi edhe fjale jonë. Allahu është i pasur, ju jeni fukara. Që do me thonë, ju jeni nevojtar. Po sikur ta marrmi edhe pjesën vazhduese të ajetit, Allahu thot, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Që do thot, nëse Allahu është i pasur, ju jeni nevojtar, por ju nëse jeni shpërfillës, ja ktheni shpinën Kuranit, Allahu ju zaventson me të tjerë. Kjo pjesë e fundit, Allahu ju zaventson me të tjerë, është goxha serioze dhe rrezikshme. Dhe besimtari duhet të jetë çdo herë i vëmendshëm. Hajde, çka do thot Allahu është i pasur. Allahu është krijuesi i gjithçkaje, çdo gjë që unë dhe ti e kemi, e posedojmë, e gëzojmë, është dhuratë prej Allahut. Mendja jonë, syri jonë, shikimi jonë, dëgjimi jonë. Sunullah, shumë bedvarfër jemi pasha Allah. Zemra jonë
Sot është nesër s'është. Sot do nesër nuk është. A disa jemi të nevojshëm në për Allahun? Sa nuk ta merr mendja. Zemrën tonë bre që e kemi. Allahu Azze ve Gjell zemrën tonë nuk në i kalon dorë tonë, nuk në i ka pas besën. A një llogari e thjeshtë e lehtë. Sikur Allahu të na kish lënë dorën tonë ne me menaxhu dhe me fut në funksion zemrën tonë. A do ta kishmi pas mundësi? Jo. Na po flasmi, po bisedojmë. Po bisedojmë, do thot po japmi udhëzime dhe këshilla, do thot shumë rahat, shumë zemra pompon gjakun, trahorat e kryen funksionin e vet për cilën Allahu Azze ve Gjell e ka kriju dhe ne jemi shumë rahat. Pra, zemrën tonë Allahu nuk na i ka pas besën me na i lënë dorën tonë, për që të ne jemi të nevojshëm për Allahun të varfër. E krahaso e mirë shembuj të tjerë. Andaj, kur e lexojmë ajetin e Kur'anit, Allahu është i pasur, ne jemi nevojtar, ne duhet ta mbledhim vetveten, ta drejtojmë, ta orientojmë vetveten që ne t'i kthehemi Allahut. Ta besojmë Allahun bindshëm, të respektojmë urdhnat e Tij, të largohemi nga ndalesat e Tij. Nëse ne jemi në krye detyrës për cilën Allahu Azze ve Gjell na ka obligu, na ka angazhu, na ka ngarku, jemi në rrugë të mbarë, për ndryshe sunullah. Nëse s'dojmë me ndi për këtë, nuk dojmë me u lodh për këtë, tu vjen rrezikshmëria vazhdimi i ajetit, nëse ju jeni in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum. Nëse ju ja ktheni shpinën Allahut, Allahu do t'ju zaventojë me një popull tjetër. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se pse na zavencon Allahu? Allahu na zavencon, mundësia e zavencimit tonë është kur ne nuk dëshirojmë me jetu sipas mësimeve të Allahut. Pra jemi gjunahshar. E Allahu na rujt. Allahu mos na boft pej të tillëve që na zavencon me të tjerë të cilët e adhurojnë Allahun. Se nëse vjen puna me na zavencu, Allahu na rujt. Thuaj amin sunullah. Allahu na rujt, Allahu na rujt. Nëse vjen puna Allahu me zavencu me një popull gjunahqar, vjen me njerëz jo gjunahqar, me njerëz që e adhurojnë Allahun, me njerëz të cilët i binden Allahut, me njerëz besimtar të mirë e të drejtë. Për çeto, këtë muaj të Ramazanit, që Allahu e zbriti Kur'anin, muaj i Kur'anit, të meditojmë, bëjmë përsjatje në fjalët e Allahut azza wa jalla. Lexojë një sure, kul huwallahin, inna atainan, elhamdulillahin, ihdina siratal mustaqim, o Zot na uzo në rrugën e drejtë, ndalu çato mendo, përsërite, edhe nëse nuk e kupton. Zemra jote e kupton. Pse? Se ne jemi krijesa të Allahut. Kur'ani është fjalë e Allahut, fjala e Allahut pushon, rahaton e pushon zemrën e insanit. Andaj ne jemi të nevojshëm për Allahun, e Allahu Azze ve Gjell na bof prej të tillëve të cilët ne vërtet e kuptojmë nevojshmërinë tonë për Allahun Azze ve Gjell. Hoxh, do shta me vetë ditën e gjykimit, të cilët është pjesë që në duhet të besojmë, pa tjetër. Toka do t'jetë dëshmitar, apo jo? Toka. Toka në cilën po ecim. Po. Pasha Allahun, toka nuk është thjesht zallë e gur, zhavar, asfalt. Toka, Allahu e krijoi qiejt dhe tokën. Allahu është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Përveç që toka ka funksionin e vet, që i dim e që shumët nuk i dim, toka ka dhe një funksion tjetër cilën Allahu sunullah e ka angazhu e ka. Kemi të bëjmë me ditën e gjykimit.
kemi të bëjmë kur me Allahu thot minha khalaqnakum, prej toke ju kemi kriju. Wa fiha nu'idukum. Vdesim. Kthimi jonë është edhe njerë kemi më këthi. Por nuk përfundon procedura me kaq. Allahu thot wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Edhe njëherë kemi me ju ringjallë prej toke për me dhonë llogari dhe përgjegjësi për Allah. Fjala o këtu në ditën e gjykimit, kur do t'jap me llogari dhe përgjegjësi për Allahut Azza wa Jall. Sunullah, gojën time dhe tondën dhe të tjerëve, Allahu ka me mbyll. Ne advokatur në dynja, atë këtë kështu, ditën e gjykimit kjo mbyllet. Nuk e ka mundësin e të folurit. Kush flet? Në ajetet Kuranit mësojmë se do të flasin gjymtyrt. Beso që edhe lëkura ka me fol, ka me dëshmu. Po këtu se kemi fjallën, këtu e kemi fjallën të toka. Toka do t'jetë dëshmitare e veprimeve aktivitetit tonë. Kudo që kemi shku. Ka do që ja kemi mësy, kam tona kudo që kanë shkel, do të dëshmojnë. I lumi ajo i cili me këto kom dë veta ka marrë rrugën për në xhami me e falë namazin. Qajo rrugë e rrugicë, qajo tokë, qaj guri ku ka shkel koma ime dhe yte. Do të flet ditën e gjykimit. Do të flet. O, Zot, ky ka shkel mbi mu për ty me të adhuru. Kjo kom e cila ka shkel në atë tokë, në atë hapsir, dhe ka shku një jetim me ndihmu, një nevojtar me përkra, një gru dvej me fëmije, me jetima, me ndihmu, me e qitë në selamet, do të dëshmoje toka se ky njeri është ai i cili e ka bo këtë punë të hajrit, këtë punë të mirë. Allahu na boft pej të tillëve. Allahu na ruaj sunullah e kundërta. Nëse ne ecim dhe lëvizim në për këtë tokë, duke marrë një rrugë për një veprim të keq, të ndytë, të poshtër, haram, me cilën Allahu Azza wa Jall, edhe kjo tokë do të dëshmoje. Andaj, Allahu na kalon të lirë që ne të zgjedhim kom tona. Aktivitetin ton që do mos kemi me zhvillu mbi këtë tokë. E i lumi ai i cili është në rrugë të mbarë në veprime të mira e të hajrit, e do të boje dëshmitar sa ma tepër që të dëshmojnë për mirësitë e tij. I mjeri ai i cili e zgjedh vetën me u pozicionu në anën negative, ku toka do të dëshmoje për veprimet e tij. Andaj, sunullah, ndoshta dikush që po na shikon, mendon kur flasmi për ditën e gjykimit, mendon se ne po i tmerrojmë. Jo, pasha Allahun. Ta bojnë, ta kuptojnë, ta konceptojnë një realitet. Feja islami hoxhallar, kur të flasim për vdekjen, për ringjalljen, për ditën e gjykimit, le ta marrin këtë për kompliment dhe për mirësi. Se në disa hadithe ka ardhur, kush beson Allahun dhe ditën e mram, le ta folë një fjalë të hajrit. Kush beson Allahun dhe ditën e mram, le ta boje këtë punë të mirë. Pra, një rregull. Sikur ta marrim këtë, do të jetë shumë e dobishme. Besimi në ditën e gjykimit, të folurit e hoxhallarëve, thirrësve për ditën e gjykimit, për varrin, përkundrazi përmirëson kualitetin e jetës sonë. Kur e mendojmë ne që kemi me dalë para Allahut Azza wa Jall,
me dhonë llogari dhe përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall, i përmirëson qëndrimet tona, veprimet tona, fjalët tona etj. etj. Andaj ta kemi në konsiderat se yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, Allah thot. Në atë ditë lajmet do të publikohen, do të tregohet çdo gjë, çdo aktivitet i joni në dynja. Andaj edhe një herë po përbylli përgjigjen këtë pyetje, andaj zgjedhja jonë është ku duhet pozicionohemi. I urti, i mençuri, e din se ku dhe në cilën anë duhet jetë. Hoxh, jemi ende duke folë domethënë për përudhjet kuranore. Do të pyes pse mos të kemi vetëm fitore, por kemi edhe humbje njëjtë. Gënjimin, suksesin e dëshirojmë gjithë. Absolutisht. Hasiben nas wa yutrakun yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahu thotë, a mendojnë njerëzit thonë la ilaha illallah, besojnë e mos testohen, mos provojnë. Allahu thotë në Kur'an, wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Ditët e fitores dhe humbjes do t'i vendosim në mes njerëzve. Herë besimtarët herë do të fitojnë, herë do të humbin. Pa besimtarët herë ndonjëherë do të ngallnjejnë, ndonjëherë do të humbin. Andaj, kjo është një ligj, një sunnet i Allahut që e ka vendos në tokë. Herë ashtu, herë ashtu. Si do t'ishte çështja, njëri prej dietarëve kështu shpreh, si do t'ishte puna sikur besimtarët çdo herë kishin fitore. Aty do të hinin edhe do të deportonin edhe ata të cilët, edhe njëherë, çdo të ndodhte sikur çdo herë besimtarët muslimanët kishin fitore. Aty do të hynin edhe ata të cilët nuk kanë bindje në islamin. E shohin që muslimanë çdo herë po kanë fitore, asnjëherë humbje, do të hynë edhe ata të cilët nuk kanë bindje në islam. Shumë e qartë, shumë e qartë. Andaj, kur ka fitore dhe humbje, dallohen të sinqertit prej munafikave. Prej munafikave, prej dyftyrshave. Se munafiki shkon gjithmonë me fitusin. Po çdo të ndodhte sikur çdo herë do të pabesimtar do të fitonin, do të kenin fitore. Do të ishte një thyrje dhe një pesimizëm për besimtarët. Pra Allah e vendosi këtë ligj. Kështu është edhe te thirrsat e islamit. Pse çdo herë do t'i kenë rrugën të shtruar me drandafira? Jo, do të ketë vështirësie, do të ketë telashe, do të njëri prej hoxhallarëve u shpreh kemi nevojë të ndihmohemi, po nëse nuk ke gatishmëri të më ndihmosh, atëherë mos pengo, të lutem. A do të ketë thirrsi, do të ketë pengesa, qysh jo. Kur ka pengesa në rrugë, dallohen thirrsat, daveçit, hoxhallarët e sinqert prej të tjerëve. Andaj, kështu Allahu Azza wa Jalla e boni që ne ta kuptojmë këtë din, këtë fe. E këtu sfundit e lexova edhe një përshkrim interesant dhe do me thonë, s'besa, sunullah, kanë dallim muslimant që pranun islamin para derisa nuk u bo çlirimi me sahabet të cilët e pranun islamin para çlirimit Mekës, kanë dallim prej atyre të cilët e pranun islamin pas çlirimit Mekës. Një përshkrim është atë se ata të cilët dezertun, u largun nga islami pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam, ishte një pjesë që pranun islamin pas çlirimit Mekës. Çka ndodhi me çlirimin? Me çlirimin e Mekës, kur ndodhi çlirimi i Mekës, mo rap smet mu aty e pan, dhe ama para çlirimit Mekës, kush e pranoi islamin e pranoi me bindje. E pas çlirimit u pa forca, u pa fuqia,
hajde po Hajde me juve. që erdha me juve qëtu. Kështu Allahu, tilke lejjamu nudawiluha bejnin, ashtu ne i ndrojmë ditët e fitores dhe humbjes mes muslimanëve dhe të tjerëve. Shumë e qartë, thotë, dhe më pëlqej shumë, Allah që përbleft. Allah ju vetë. Allahu, hoxhë nderuar, e krahason dunjën me ujin. Pse? Ja vlen edhe këtu të ndalemi, por pa ngarku me terminologji dhe me shpjegimet, po e përmbledhi krahasimin e Allahu Azza wa Jalla krahason dynjan pra me ujin. Allahu thot në Kur'an, ta lexoj saktë ajetin, methelul hayati dunya kema in anzalnahu minas sama. Pra methelul hayati dunya, shembulli jetës kësaj bote dynjas, kema in anzalnahu minas sama, është sikurse ujin që ne, Allahu thot, ne e zbresim prej qielli. Uji bazë e jetës. Uji. Asgjë mos lexojmë për ujin, jetojmë, jemi të nevojshëm për ujë. Ulemaja në fushën e meditimit, për udhjeve kuranore e këshillëzimeve, kanë veçu prej shumë sebepeve të krahasimit, kanë numru disa krahasime, por ne po i ndojmë këtu vetëm se 1-4. E para thonë, pse Allahu e krahasoi ujin, dynjan me ujin. Thonë sepse uji nuk rrim në vend. Dynjaja rrim në vend, edhe dynjaja nuk rrim në vend. Merr shembull për uji lëviz. Nuk rrim në vend, edhe dynjaja nuk rrim në vend. Kjo një krahasim. Krahasimi i dytë, uji shkon dhe nuk mbetet. Tretët depërton. Edhe kjo dynja shkon dhe nuk mbetet. Kemi fillim, kemi mbarim. Dynjaja ka fillimin, dynjaja ka mbarimin. Për këtë Allahu krahasoi dynjan me ujin. E treta, po të pyesën Allah, a ndodh me hi në ujë mos me u lag? Asesi. Nuk ndodh. Kushdo që hyn në ujë, do të laget. E a ndodh ti me kalu këtë dynja e mos provu? Nuk ndodh. Dynjaja është dar i ptila, vendbanim, shtëpie, sprovës. E besimtari, sprovë duhet tjetë edhe më i fort për ta te i kalu. Se kështu Allahu dynjan e krye. Dhe e katërta, uji në sasi normale, hasunullah, është i dobishëm. Uji kur te i kalon masat, vërshimet, shkatron. Bo, të trishtushme, bo. Trishtushme. Edhe dynjaja o kështu. Kur ti vërtet e kupton lutjen, Rabbena atina fid dunya hasana, Zotin, na e të mirën këtë botë. Ma shpari lutemi për të mirat e kësaj bote. O fil akhirati hasana, dhe na e të mirën botën tjetër. Do thot, ban një balans, një baraspesh. Do thot, e kupton dynjan si ujin sasin mas, normale, puno në angazhohesh, puno për këtë botë, atë sa keme jetu, se ka fillim dhe mbarim, po përpuno për botën tjetër, atë sa keme jetu, se bota tjetër ka fillim, por nuk ka mbarim. Allahu Azza wa Jall na boft mundur që ne të përfitojmë prej shembujve të kuranor, pse dynjaja u krahasu me ujin, ja pra 4 veçori, 4 specifikat saj. Allah të shpërbleftosh. Amin. Cilën sure kishe me veçuar për këshillim të përgjithshëm? Dhe cilën ajet brenda asaj sure? Suren. Kurani fjale Allahut, 112 sure, por asnjënja sure nuk e zaventson tjetrën,
por disa sure kanë specifika dveçanta, argumentet dveçanta. Për surën Ikhlas ka fol pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka hadithe për Felek, për Nas. Surja Bekare po ashtu, surja Fatiha, por kisha me thonë surën Fatiha. Edhe në radhitje ka peshën e vetë. Tane nuk e kemi hapësirën kohën, po veç po reflektoj që çdo njeri t'i kthehet hadithit kutsi, kur ti e lexon elhamdulillahin, pra surën Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, hamdi takon Allahut, Zotit botnave. Ç'a thot Allahu? Kur ti e lexon elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thot, robi im falenderoj. Kështu vazhdon edhe ajete tjera, hadithi. Ibn Omeri, Omer ibn Abdulazizi, kur e ka lexu elhamin, elhamdulillahi rabbil alamin, e ka bo një pauz pak më gjatë. Kur e kanë pyet pse, ka thonë, po e pres përgjigjen e Allahut. Kjo është një komunikim i veçantë. Më falë për ndërpre, Allah me të vërtet përgjigjet, apo? Nuk kanë fjalë poetike diçka, po vërtet Allahu krijuesi përgjigjet që Kur thua elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu në veten e tij thot më falenderoj robi im. Pastaj Ar-Rahman Ar-Rahim, më lartësoj, më madhroj. E kur vjen te ajeti iyyake na'budu wa iyyake nesta'in, tani i thot robit vet, kërko çka dush. Lyp çka dush. Këshilloj veten dhe të tjerët, kemi një interesim më të theksum për surën Fatiha. Gjithçka çka kemi nevojë. Gjithçka. Urdo. Mbetet e Omer ibn Abdulazizi, se ndërprejta. Omer ibn Abdulazizi, pra, elhamdulillahi rabbil alamin, ka pauzu. E ka prit përgjigjen e Allahut azza wa jalla. Ar-Rahman Ar-Rahim, ka pauzu pak. Ka thonë, po e pres përgjigjen, se në çdo ajet Allahu azza wa jall e përmend robin e vet. Kur vjen te iyyake na'budu wa iyyake nesta'in, lyp kërko çka dush. Tani mo jom në kujdesin ton. Andaj surja Fatiha, një sure e veçantë. Sure për çdo gjë. Tash me i marrë me i numru 1, 2, 3, 4, 5, nuk kemi mundësi hapësirë. Por kuptoje i nderuari shikues. Vlla, motër, besimtare, besimtare. Çka ke nevojë të dynjas e të ahiretit, përgjërohu, lutju Allahut me surën Fatiha. Allahu ka mi t'i qelë rrugët. Çato është edhe në fillim musafit. E ajeti, sunullah Allahu azza wa jall ka zbrit libra. Kurse për mbledhës, i gjitha librave të zbritura është Kurani. Kurani është me 112 sure. Për mbledhës i gjithë Kuranit është surja Fatiha. Edin për mbledhës i kejt këtëne edhe surës Fatiha është iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Kjo është ajo diploma themelore, elementare, për dynjan ton dhe për ahiretin ton. Iyyake na'budu, vetëm ty o Zot të adhurojmë. Wa iyyake nesta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Këto është ai ubudijeti, adhurimi, robëria e plot në Allahun azza wa jall. Pra, duhet të jetë një këshill, sugjerim i përgjithshëm për të gjithë, që patjetër ai i cili e din elhamdulillah dhe falmi namazin, s'ka namaz pa elhamdulillah, duhet me ditë kuptimin dhe domethënien. Por duhet të meditoj, do thotë të ndalet në këtë sure, në veçanti në ajetin iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Një prej dietarëve veçon edhe këto fjalë, thot
këshillim pra do thot me surën Fatiha. Në përmjet surës Fatiha, Allahu të humburin e udhëzon. Të doptin e forcon. Pastaj, mëkatarin gjunehqarin e fal. Pastaj, të haruarin e kujton. Të smurin e shëron. Një emër për emrave të surës Fatiha është edhe surje shëruese, shërimit. Dhe të vdekurin e ringjall. Njeriu pa iman, pa besim, është i vdekur. Me iman, me Fatihan, e ringjallet dhe është një besimtar i denj para Allahut, subhanahu wa ta'ala. Andaj, të flitet për surën Fatiha është diçka e veçantë, por me kaq do thotë, andaj tregojmë kujdes ndaj kësaj sure madhështore të Kuranit. Hoxh, çdo të thotë baba i mirë. Allahu na boft prej baballarëve të mirë. Amin. Baba i mirë përmendet Kur'an. Wa kana abuhuma saliha. Ndodhia e Musa a.s. dhe Khidrit, ajo ngjarje e veçantë, do thotë, kur vjen puna te rregullimja atij murit, historia e njohshme. Po, historia. Pse e bani atë vepër të mirë, Idri? Përgjigja, kane e buhuma saliha. Babën e kam pas njerit mirë. Babën e ka pas njerit mirë. Baba i mirë është pasuri thesar. Ju në këtë anë e përdorni për dikon pozitiv altën gjallë. Pra, baba i mirë është altën, ari, vlerë, thesar, pasuri për pasarësit. Baba i mirë interesohet për fëmijët e vetë, evlatët e vetë. Baba i mirë kujdeset për evlatët e vetë edhe në momentet e fundit vdekjes si Jakubi a.s. Po vdes i të bëjë fëmija. Surat Bakara jeti. E i tha, pas meje o evlat, o fëmijët e me, kë doni me adhuru? Ata i thanë, Zotin ton dhe pejgamberi numrun me. Do thot mori përgjigje pozitive pe fëmijëve të vet, por investimi u koni i rëndësishëm, ka investu pa tjetër me lejen e Allahut, ka marrë përgjigje pozitive, se ne do ta besojmë, e baba i mirë i bën këto. Por baba i mirë edhe pavarësisht se e vlat dhe njëherë dalin prej rendit, sprovë sunullah. Kur thot, ja bonën vllaznia Jusufit a.s. Ama baba i mirë asnjëherë nuk e ndërpreu komunikimin me fëmijët e vet. Nuk i bojkotoi. E vladi jo i hajrit, e bojkotoi, mu shpren gjuhën e sodit, thot i boj unë a i sillet keq, edhe unë e keq reciprocitet. Jo, nuk ka reciprocitet. Baba i mirë ofron. Qashtu si shkanë vepru baballarët e mirë, e model për ne, urnek për ne, janë pejgamber të Allahut azza wa jall, Jakubi a.s. Baba i mirë, çka ndodhi me Nuhin a.s. O djalje, beso brend Zotin. Jo, unë e ngjit në kodrën më të lartë. Ama nuk janë ndali thirrjen, davetin. Edhe ne duhet jemi baballar prind mirë që të kujdesemi dhe të bojmë dua për evlat e tonë që ata Allahu azza wa jall mi udhëzu dhe mi drejtu. Çdo gjë ndodh me urtësinë dhe hikmetin e Allahut azza wa jall. Në momente turbulencave të ndryshme jetësore, duhet bojmë sabër dhe duhet bojmë dua. E baba i mirë kujdeset për edukimin e fëmijëve të tij, bën dua për ta, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala jep bereqet. Më lejo këtu diku njëri prej dietarëve përmend, thot, me një shkollë në Xhidde atje, të gjithë fëmija, 3-4 fëmija e vlat, djemë e vajza, me nota më të nalta, shkollë
të mesme, fillore në falë, dhe hafizat Kur'anit. Dhe drejtoria e shkollës vendos me thirr prindin, çfarë babe kë? Kur vjen njëri thjesht, njëri besaj dertin pak çfarë probleme kanë bo fëmijët e mi në shkollë që kaftu drejtoria. Ulen, thonë për këtë arsyet kemi thirrë se fëmijët e tu janë më të dallumit shkollën tonë. Çka ki boti me ta? Wallahi thot nuk kam bre diçka të veçantë për pos që jo mundu halal i darën me sjellë shpi. Dhe kom bo dua shumë për ta. Shohim punën tonë, angazhimin tonë, çka po fitojmë, se baba i mirë është thesar edhe njëherë pasuri për evlatë të ti. Allahu na bof prej babalarëve të mirë, të hajrit. Amin. Hoxh, nëse dikush na pyet, a jam njeri i mirë? Si ju kishmi përgjigj? Si duhet të pyet? Po, a jam njeri i mirë, do thotë, është një pyetje ku edhe kam lexu dikun, do thotë, një besimtar e sheh takohet me një njeri turp ditun, urtak. E pyet dietarin, a jam njeri i mirë? Dhe tani pyet si ka qenë nivelit ku është dasht për t'i jepet përgjigje e thjesht, që ja kap niveli mentalitetit ti. Ka thonë, shumë thjesht është. Nëse don me ditë ti a je njeri mirë, a lutesh ti për babën tënd? Nëse ti lutesh për babën tënd, bën dua për babën tënd, je shpresohesh ti je njeri i mirë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend waladin salihin yad'u lahu. Një evlad i mirë i hajrit lutet për prindin e vet. Do të thonë pas ka hadith konkret. Hadith. Përmend disa. Edhe një prej tyre është waladin salihin yad'u lahu. Një evlad djalë, çik i mirë që lutet për prindin e vet, për babën e vet. E thjesht është do të thotë puna. A je njeri mirë? Je njeri mirë nëse beson Allahun, i fal namazet, i kryen obligimet, i kryen detyrimet, por ndonjëherë kemi momente ku shumë thjesht dhe qartë dhe konkret, pa dorza mi thonë. Pyetja nëse ta bën dikush sunullah. A jam unë njeri mirë? O burr, a lutesh ti për babën tënd? Po. Inshallah. Pejgamberi ka thonë një i mirë. Kjo është ajo që do thotë duhet ta kemi parasysh. Allahu na bof prej njerëzve të mirë. Lutemi për baballarët tonë, për nënat. E nëse dojmë të jemi vërtet në krye detyrës lutje dhe duat ndaj prindve tonë, ta falim namazin. Se lutja e fundit në namaz, edhe në synnet, edhe në farze, në tejatin e fundit është Rabbik firli wa li walideje. Zotim, falem mu dhe prindemi. Wa bil mu'minin dhe gjithë besimtarët. Sunullah, lutja pjesa Rabbik firli wa li walideje. Zotim, falë mua dhe prindve, në vete ngërthën 3 lloje të adhurimeve. Para, istikfari. Istikfari është adhurim në veti. 2, duaja është adhurim në veti. Dhe 3, bamirësi. Në 2 fjalë, 3 lloje të lutjeve për vete dhe për prindin. Kjo është mallshtore. Sunullah, kjo është veç rahmeti Allahut, i lumtë, ai i cili ka kuptu domethënien islamit, fes, Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit alayhis salam. Allahu na bëf dashamir dinit çdo herë. Amin, amin. Hoxh, për fund një mesazh për shikuesit. Sigurisht rreth temës. Pasi që kishim të bëjmë me përudhjet kuranore, Kur'anin ta shikojmë apo ta ruajmë si sytë e ballit ton, ta kemi çdo herë përpara.
Kur'anin udhëzues, Kur'anin këshillues, Kur'anin ta mësojmë, ta lexojmë. Detyrim e kemi Kur'anin me mësu me lexu. Nëse dikush edhe ka 90 vjet e nuk din me lexu Kur'anin, nëse shpreh gatishmëri për me mësu leximin, Allahu ja mëson. E mos lasmi të poshtë. 75 vjet tash sfundit ishte një publikim, një video ku në xhamin e pejgamberit alayhis salam mos i ka dalë në penzion, 75 ka mësu Kur'anin për mes. Te Kur'ani nuk ka mosh. Kur'ani është fjala e Allahut azza wa jall. Kur'ani është mucize, mrekulli, kushdo që don me mësu, Allahu i ja mundson. Andaj, nëse ne shprehmi interesim me lexu fjalën e Allahut, me mësu fjalën e Allahut. Edhe kul huwallahun kur e lexojmë duhet shtrengohemi. Pa lexojmë fjalën e Allahut. Çka thu sunullah? Nëse dikush na dërgon një letër, një mesazh që është i rëndësishëm, i pari i vendit, njeri me famë, me pozit, do thot shtrengohemi, e marrëmi, e lexojmë kadalës, mirë, e kuptojmë. E mesazhin fjalën e Allahut, Kur'anin, duhet tregojmë seriozitet. Qysh jemi te Allahu? Qysh na shikon neve, qysh na shikon Allahu? Qashtu qysh ne e shikojmë Allahun? Qashtu qysh ne shprehim te Allahu, shprehim ndjenjat tona, afërsinë te Allahut azza wa jall. Çfarë mendimi Allahu ka për neve? Çfarë ne kemi për te? E thjesht është kjo punë. Andaj kisha me veçu ajetin e parafundit të surës Kehf. Allahu thot Kur'an: "Kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Që do me thonë, "Kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Thua jo Muhammed, bëja publike njerëzimit. Sikur detrat t'jenë bojë ngjyrë për t'i shkru fjalë të Zotit tim. Lanafida al-bahru, do të shtereshin detrat. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, para se të përfundonin kuptimet, domethënjet e fjalëve të Zotit tim. Walau ji'na bimithlihi madada, edhe sikur të sjellnim një det tjetër. Një ajet Kuranit tjetër është sikur gjithë drujt bëhen lapsa, të aktivizohen dhe të hynë në funksion për t'i shkru kuptimet, nuk do t'ja dalin. Andaj, elhamdulillah, që Zoti na ka nderu me këtë Kur'an. Çdo kush i cili e qet Kur'anin përpara, çdo individ, çdo grup, çdo popull, Allahu azza wa jall ja hap rrugë të mirësisë. Çdo kush që e le Kur'anin mbrapa, ka me mbet edhe ma mbrapa. Këshilloj vetën, juve dhe nëpërmjet kësaj shtëpie mediatike, gjithë besimtarëve dhe besimtareve, që t'i kthehen Kur'anit fjalës Allahut azza wa jall, këtë ta marrin me seriozitet dhe me sinqeritet, që ardhmëria jonë tjetë në hajër e në mirësi. Vetëm se me Kur'an gjanat madhështohen, qashtu siç ndodhi me Gjibrilin, qashtu siç ndodhi me natën e Kadrit, me Ramazanin, me Muhammedin alayhis salatu vesselam, me ummetin e tij, me të parë tonë gjenerata e artë. E vetmja mënyrë për ngallënim dhe fitore është kthimi te fjala e Allahut. Lusë Allahut na jep sinqeritet në çdo gjë. Amin. Hoxh, ishte kënaqësi që të kishim në emisionin ton Merr Frim, edicioni special për Ramazan. Faleminderit shumë edhe një herë. Kënaqësia ime ishte, Allahu ju shpërbleft. Faleminderit për ftesën. U takoshmë çdo herë në gëzime, në hajër e në mirësi. Amin. Shikues të nderuar, ky pra ishte emisioni i radhës me Hoxhën e nderuar Ulvi Feyzullahu. Shifemi nesër. Prap, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi kopret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpit. Falu, 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 namazi është drit.